podcast është vetëm për të rritur. Guid nga Divjaka plako që ka pa një qarë. O sot, është një 3 metra i gjatë. Qarpri, bolla me 4 vija. Bolla me 4 vija. Tani kemi Elki Dode plako, i tregon që ka bler klikime, gjo. E për horliqja ti blesh, të blesh klikime? Po, kam bler, e sepse kam bler në një moment që s'më ka funksionu fare kur kam ble. Do të pas momente kur funksionon ku ble, po kësa rate nuk ka funksionu. Por të stirën kryon varësisht është loj për do putan. Edhe ta u një t'i dhon gaze, këpëtoti? Igor. Rëthun, në telefonin Por të? Iko, edhe me qelsin e makinës t'i kris gjamin e anësh, e këpëton? Se qyta direkt shu fort, po. Që. Me u shpirë në një moment thash, mos do vritëm tharë se u kapa ki makina dit plako, po kjo dha gaze, këpëton? Me habin nga pas për disa sjell në veri. Kam një problem, thot shumë të ma zien me grua se më akuzon që unë e tradhtoj. Edhe rinj gjithë natën duke më kontrolluar telefonin fshehurazi. Edhe pse nuk ka asnjë lloj fakti. Ata ndaj thotë të ikë tek tjetër me se është njëna duke më prit tot prej kohësh. O jo thash. Që e kjo drejti pas ke tashnore të dhe. Mucha kari, kujdes, kjo krijon varësi. Nëse qesh me zë në rrugë, mos thuaj se di e ti. Nëse efektet Ale që ta rekordman, ka fillu rekordman Si fillimi herë namaste, ju që dëgjoni prej trevave tona më të larta. Po, sot kemi gjithë në studio, kemi Visin, që është DJ, ka. Thëse Vis Pupën që është edhe këngëtar kështu. Po, Lavaj e vërë. prit, kemi Pupën, ka që është në regji, ka. Unë gjithë dime, s'ka fantazi fare e më. Kemi Laertin të Grimi, Dhe Vasilin ke kytimi. morën sot. Hitë sot, plako, më ka ndodhi gjë interesante. Djeri telefon të vjetër, një ka plek gruaja telefon të ri, kështu që telefonin e vjetër tash ta shisnim në një këto vene kështu që e shet online, e ke parasysh? Po. Edhe na shkruaj Joni sa po e shet, i tham ne 600 euro më duhet, diçka e tillë. Okej, po e keni karikusin, a e keni kët? Po, gjitha. Po, gjitha. E se ditë e parë se erdhi, su përgjigj, pastaj u përgjigj mjes, plako, jo po jam smur, tham ne, okay, varikaj. Ditën e dytë ashtu, tani sot tha, hajtë se po vi. I tha dhe gruja që do vi, burri im tha, po do futet makinë, tha, dhe të vesh atë çan këto Apple ID, çan këto iPhone. Edhe tha, jo tha se jam kështu germofob, tha, e kupton, do aty tha ke gjami, kështu, s'ka problem. Ata është më varikaj, shkoj unë plako aty, edhe ai me makinën ai me makinën Nez i ti boli kështu me makinën Nez plako. Tashën me makinën Nez, nuk është se më shkojnë menja, tani ti jemi sinqert, nuk më shkoj fare në menja. Jap telefonin, unë e shef telefonin, fillon të u dritë duart, se ndoshta priste i femër, e kupton, që të vite. Edhe fillon të dritë duart kështu plako, edhe ta u një t'i dhon gaze, kupton ti? Igor. Që thunë? Në telefonin të? Por, se unë e thash ndoshta na shifa se normalisht do japësh tash se bësh shumë se më jepi lekët nuk i fudon. Ta i sa ka vendosur dhe e bling akoma normalisht. Edhe Igor plako. Por Igo, edhe kur Igo bëni kështu kthes majtas, bëni djathtas, por kur bën djathtas më del prapë përpara, 2 rrugë më tutje, e kupton? Tash po ky pjedhë robe, dashi unë e njoh lagjën time shumë mirë, tash unë e di ku ky do mundohet me dalë, e kupton? Edhe shkoj nga mbrapa, plako. Shkoj nga mbrapa, i zdi gjotën, ai sigurisht ti s'po vrapoje më. Edhe shkoj plako aty në një moment në trafiku, dhe rruga drejt ishte bosh, por rruga direkt ke xhamit si ai tipi aty bosh. Unë shkova direkt atje, po i trafiki papam nga krau këtij që do futej këtu në autostradë, po krau këtij ishte bosh, do mund ta kthente timonin e tij. Edhe polica në mes, po polica kështu qarkullimi, jo polica të vërtetë, që po ti po ndihmoni me qarkullimin. Shkoj atje. I gjuj një kështu ke pasqyra, që i mbyll pasqyrën e pasagjerit, se këtej po vija, edhe me çelsin e makinës plako që kisha në xhep, e bëj e fut shumë me zgjistave plako dhe i kris xhamin e anësh, e kupton? Se qyta direkt shumë fort, po. Pastaj me u shpirë në një moment thash, mos do vritëm thash se u kapa ki makina ditë plako, po ky dha gaze, kupton? Drejt pastaj, se normalisht s'mund të kthej më, vetëm po më qelloi keq, po ti ishte hap traffic lighti plako. Do kishin dalë makinat e tjera dhe ky nuk do lëvizte dot më, e kupton? Se do ishte bllokuar nga gjithë anët me makina. Po nga që
nuk ishin hapur këto që duhet të ecë. Gjithsesi Edhe kisha bërë gjeti- ditën e burr tash kërkesisht pse mos ndjek edhe hajdutja dhe bolën e mundit. Ore, e ndoqja kështu si pa shpresë se ishte çik larg ai veni dhe i dhash një kështu një kënd për ta kap shkruar ta se besoj tjetër aty ai, po ai Ma ishte e morë të pistolet me fare. veta, ma e pistolet me veta. Atë më tha policia kur shkova te në komisariat. Më tha, gjëra, nuk bën mirë të që bë kështu tha sepse ai mund të ketë armë, ai që i bë këto gjëra mund t'i bëj këto gjëra gjithkohon, e kupton, këtë punë merret. Shumë mund të gjithë kohë, no? E qifsha rrot, policia, kare. E ka vini pra. Hey, inshallah ka kamera aty, bëj se kamera ka kudo dhe shi. Shef sa mirë janë Po i kamera. mora targën, edhe sa e pash targën plago, e shkruajta në mesazh, pastaj polici që ishte aty, ai trafiklati, ti polici vërtet, domethënë, i rrugës. Ai e pa gjithashtu targën, tha mu, e maj unë me në targën, tha mu, ma dham. Me më të 2, 3, 4, 5, e si e më tarë. Jo, 2, 3, 4, 5, i këshio rotkari. Si? I qirë rrot I kare. këshio, shkruaj, edhe unë duke shkruaj. Si i këqa, i, k, i këshio, r, k, shkruaj. Nuk si ishte RK. Mos gaboj, se dy gomat e fundit i mamenti, i thotë jo si moment. Po jo më të Jo. mamun me numra. Jo, ai kështu, dy rrotat e fundit, mamena po ishin jashtë, bolet. Po Çfarë ato bolës? jashrin. Se po futun mena kena i defekt lind. Ose jemi i bola. Le të themi. Nëse profe imagjino aventura, shkova në polici. Shkova edhe në polici, plako, po, edhe porta Po që, si pritën një ashtu për shumë. Nëse, Nuk e rru njeri karin fare, plako, polici, me rrë shpije për gjëra karit vogla, nuk e rru karin njeri, bile serdi, ajo policia ishte i se femër. edhe deli kokën e përë. Siguru, E ke vesi, siguru e ka të kokën plakë si ato fide beli që e të keqen e përë, hajë mësë mërzit. është pelë, doli e pare, kjo. Se tani po qesh, po isha shumë janë gjëtuar dhe normalisht, po... Po tash i ta qesh, Doli e pare kjo plako, se policët rinë me i vend mbyll plako, dhe pastaj deli jashtë nga kjo zona që është me xham që rinë aty. Dhe kjo doli jashtë, thamu, si mund të ndihmoj, dhe shumë më kanë vjet telefonin. Edhe kjo sa pamu, thamu plako, me rëshje, thamu, më fali se kom thamu, edhe u fut prapë marinë aty, edhe se qa foli me ato plak, ato aty, pas ka ardhe rotkari për telefonin. Jo, kjo si dhe të pastrusin, edhe se një marro bajnë dhe i këtë me rëtin, si përse më vjetë telefonin. Tallë kari mirë me mua aty, mërë, pastaj del kjo më thamu, Më vjetë telefonin, pa mi ma ka e, Ti që qanodhi, që ta më vjetë përgjizme, dhe se s'po bëjmë report. Jo, a i tha herë, e para herë, më fali busqeshje, se qohë që kështu si të mërzit. Edhe i busqeshti që kështu, Ajo kështu, që keti buza bukur. që ke zëra vogël o buza bukur. Kush ka mërzit ty më? A i duti, e i qimë ropë, jemi për ta kapë, e maj me. Hajde, të shi nërë për to. Të ta kapim bashkë, ajo kështu, ta kapim bashkë. Bëjë që kalzimin shpesë. Shpesë që kalzimin, urgent. I kam pa targën e këto, nëjse ta sa do, imagino si me në rrugë për hallin e vetë. Si duke që shumë si pamje. Nuk thu do të zbojë se të shika e mbi këto vend përndimore. Kjo policia ishte bol, tamam pra, ishte ke bëria që kësi mbi pelë, thash ti thamun, ishte bol, bol, që qa ka që është bol, është jeri i keqe, pa tjetër vetëm se është bol. Që që anti boli, sa kile rësishe, të dhati, të që i varet edhe nga gjatësia, gjatësi nuk e parë si ishtë në makinë. Aha, e vërtet. Se kështë pa atë gjatësin të ti, da? Se pas ke pa gjatësin. Jo, se pa gjatësin. Pa të repse të që është bol. Po kuja petullit e ba, e masë është 2 metra 20. Që parajgjikusi që i këthot kjo? I e që i parajgjikusi. Unë më dukë të sigurisht e mbi 100 kile të në drejtën. Po, a i mund tjetë 2,20 edhe mund tjetë në pesh. Thotë e varikar, o e qia. E ku do të kushko më betë. A që unë filloj dyshoj plakë për çdo gjë. Qa po, mërta, që të morën kalzimin. Edhe nuk e morën kalzimin, plakë më thanë thjesht bëja online, ta kemi jepi fletë, bëja online, ta se këtu ta do presë është ta sa të vi polica, atë qiva. E di, s'kemi policia këtu, ke drejtoria policisë. Por të fare që, pas dhe i policia rrugë aty. Janë gjithë rrugëve. Ku ndodhi problemi plako? Ku ndodhi ajo gjëja? Pashi policë, pastaj punë 10 minutash po kalote i parim maki policia, na loj ai polici për punë të vetë se çfarë do bëj. Edhe unë shkova tjetër gjë se më kam vjet telefon. Më fal ta po. Ja po gjë tjetër këtu më thamë. I thash, "Okej, po ai sa ka ikë, po ky është momenti, u di krimit." Nuk e shef ku kanë lënë për pedlla çirës. Nuk e shef. Nuk e shef se jori do ja. Si ka më për pedlla? Jo, më ka ikë pedlla se kam gjithë ditën i punoj. E di si janë. Edhe edhe me mor këtu ke ky Donald Trump.
Po, edhe ai edhe çka kishte ti për një telefon, ai thot, ti si ke kam qenë sot 2 veta i vranë atje. 2 desh i vranë, edhe mund desh në vranë. Edhe jam telef. Jo, ai plaku që e paraprin këtë që unë po i shkoj për një problem dhe thot si kalove zotri kishte në gjë do më fol me mua se sot për zotin ka ndodhur 4 vrasje që kam pasur që kam zgjedhur. Këto 4 plagosje dhe 27 kanosje me armë. Kanosje, ham. Me qenë besoj zoti, ke bali e fare ti futesh. Me qenë besoj kanosin. Me qenë ai kështu, me qenë ose mos me qenë kjo është çështja. Me qenë, se mos me qenë edhe ne do ishim pa punë. Se s'do kishim çfarë më marr. Se kishim nevojë ishte shpreha e atij dhe Shakespeare-it. Me qenë ose mos me qenë. Ham. Mërë të që tha e tipi? Ta si jam për këtë punë, Jo, pastaj i tha, soj se kam bërë për gjë tjetër, i thash, plakë po t'jap i krimë bërë, i thash, që s'kim bëhet e për gjë tjetër, që do bëj, kur ka ndodhur, ai kështu ai lidhe fare. Ja unë dy krimë aty bërë, nuk është puna kush i jep më shumë krimë njëri tjetrit. Puna është duke përshkuar ai kështu. Ai lidhe fare. Kur ti ikën në peshk, ta tregoj unë se sa e kapon peshkën, kush je ti? Po. Nëse, kështu më abeti plagos përfundimin, pastaj thjesht morëm për ju tjerët, nuk e di si mund ta bëni, po ne mora kompaninë e celularëve plagos dhe thjesht e bëra blacklist, paktën përdorët mos i telefon. Edhe të paktën ai të paguaj atë xhamin nëse do rregulloj. Edhe të paktën dori me humja ai, unë e hongra një 600-700 euro. Kjo është ajo situata që të dyja palët humin, kupton? Ska logjik. Të dyja palët lutem na mbështetnin Patreon sepse profeti është minus 700 tani keq direkt. Minus sa filloi dita. Ku çove u 600 dhe fillim 700 do tash, jo do dhe 100 që ta hashi i dark, kupton? Ta hashi dark që thor se i lot shumë. Se jam stresuar se i shit. Profeti që më bori në plagë. E para një plagë do të thosh gjithmonë atë tipit, ta kesh këshill nga unë. Kështu pare kot. Ta kesh këshill nga unë. I thot dil nga makina, pla. O pla, gruaja si mas ka ndodhur gjithçka. Po ti si the aty pse më hajde di nga makina? Tash o zemra. Ti pra më thej thash ai tha është smurës dal nga makina se germofob. Unë pash dhe bol thash ky më vërtet diet një rrot kari smur thash unë një. Unë tash i thash ai vaj kanë duke bërë çik shumë mirëbesimi gjatmë si një qytetar i ndershëm. Edhe tash aty mund të shohësh shumë gjëra që mund të ishin red flag tani që të mendon, pse është makina ndez, pse se ka fikse. Unë shumë kur kam shku kam bërë gjëra tjera se kam bërë shumë gjëra tjera aty kam dalë jashtë, mund të them se siguri. Ai lëvi ja provosh ti për shkak të po të sog ju blaqon den. Ai tani që kishte dhe pistolet aty dhe i thik, just in case do nduan. Po me thon drejtën, isha me fat që nuk kisha me rroba pune, se unë me rroba pune fatkeqësisht kam 2 thika. E kupton që i kam për punë përgjithsisht, po që i kam rroba tash çika kështu. Po, 2 thika flutura. Kjo është që gjatë kohës që punon plagu, luma ato flutura shumë. Po luma fruta, është vërtet. Edhe thash, ta kisha do thika me rroba që i bëj xhamit aty. Se unë do të shkoja ke goma atit me thik plako dhe ai s'kishte më kujtë me makinë, po puna është s'kisha asnjë gjë me vetë aty. Po si ableve fare. Imagjino plako një situatë hipotetike që ti shkon atje, me vërtet zgjedh atë thikën, ai boli si nga që e përmush, domethënë e zën gjithë volumin e asaj makine, ti mundohesh me çaj xhamin, kap edhe zemrën e bolit. Po i gabu. Si ableve fare. Jo, më vrap bolin më vrisë se futën burg për bolin, thash thjesht se po ti çaj një gomë makine vetëm mbrapa. Po e vreti bolin se boli plagos nga to kështu që e çan me venë fotografë. Ai me rrufar se vetëm ku pash skenën aty do thënë ai me rrufar plagos se nuk e prisë, sa asun se prisë që do mdilte para se tash ky do ke tik tash. Nuk s'pas ka prisë asnjë gjë. Ai keq trafiku këtu në këtë qytet të plak se që nuk ja vlen fare me bokë gjona. Jo. Nëse besoj që të gjithë kena mësuar një gjë sot, unë mësova një gjë sot se herë tjetër kur çesi gjë do më beso se do jetë kështu. Diferenca nga makina dhe duart, unë kështu duart lart, diferenca nga makina duart lart dhe me duart maskoke më thuj. Edhe me thik në dorë plagë të i vjet ti telefonin. Ti ja vjet unë aty lekët, pastaj mos i marr lekët do i them urdo telefonin shikuar. S'më del lekeja më kollaj, se diti. S'më del lekeja. Nëse kujdes për ju të tjerë që bëni kështu gjëra, se jam i bindur që aplikacionet tjera do hapen në Shqipëri dhe gjëra tjera do mundohen të ndodhin, ose nëse jeni në Shqipëri, ju që jeni jashtë dhe që keni aplikacionet tjera dhe merreni me kështu gjëra, ta dini që këto gjëra mund të ndodhin sepse sapo më ndodhi mua dhe me kujdes shumë të lartë, shumë të madh,
Mundoni, domethënë mund ta bëni blacklist telefon ju që jetoni jashtë e keni kollaj fare që mund ta bëni blacklist. Qita një kolltukun këtu, një kolltuk tek profe. Erdhi ai tipi. Ty? Imagjinoj. Jo. Shasha me kur të çotë kolltukun ai bla. Jo, i sekond, ai që ta mori të thotë, "Mi mund të sa të fusi këtë trap." Po do të që unë arrita me ul kolltuk sekond funit mori edhe mua me vete. Apo se dite, se kishe kuptuar. Se di. Se futi direkt në makinë, jo se dite. Edhe kur i dolën në shtëpi, atë çift sharop, thotë tash po e ur, ja po çe prapë shpika. Jo, ai da. Po jo da më të bëj gjë më shumë më pa makina. Po jo, nuk e di. Po ma makina, ha? Ma makina. Pse më ka lënë dia më çift sharop? Kalli, ti kështu vali dhe fare. Kjo ti ma makina 177 ai kështu. Nëse shita profetet dhe thoi direkt i thash dil nga makina, po. E pa, e testoj, e pa, e ull, e kontrolloj kështu. Boni i pazar, i thash, ka ardhe këtu i qiva modën nga pidi bubit. Murdho, mere. Ha? Pa lidhe sigur ti s'keshi në një etate, për këto. Ti është janë gjona që ndodhe, pro. Janë gjona që ndodhe. Ne i themi, shnet. Po bofshin shnet. Po, atë e thash se gruaja më ishte mërzit shumë klart duke qarë kështu, po vërtet është ajo që unë shoh anën pozitive. Oh my. Në fakt nuk kumi telefoni që sa problem, e para se mund të kishte humbur ai. E dyta është ai telefon nuk përdor gjithsesi thjesht rritë kod në shtëpi. Edhe fillojnë këto pastaj plagë fillon sharing shift. Po thash pra maja ty këtë telefon, do e kishe maja ti atë telefon. Po maja pra telefonin, se ti më bune se bep, telefoni, se kur, ha? Më mje këshim shit në Shqipëri e bur. Ha, këllë më bedi ka. Mama, jo pra filloj pasaj, po ta kishim heqë Shqipëri, po ja kishim fal filonin, fistekut, tash, qjerë, po e di që mund të bënim shumë gjona. E di, po ja kështu bla, stadionat s'kem që e be, kështu ja. Që boli mundit. Është fije më. Kemi asë gjë me bole, po, me gjithë se që lojë ishte bol. Me gjithë që dhe i bëjë edhe telefone plakë, vetëm e qesi të hajë edhe në soflaqe. E kupton qarë? Po. Aty vjetë në soflaqe sa të kosi. Shqera, nesë. Imagino, se ishte 600 euro, 600 soflaqe boli, këpëto dirë. 600 euro, 600 i morë nga kë. Imagino. Po ku shko në bol. O bol. Fjera, nuk e di. Nesë, si dhe që tjetë, mishë të dashur, goditje njeriu do ketë gjithkohon, kështu është jeta, njerë do fitosh, njerë do humbësh. Po mi qenë se radhave ke policia me që jemi kështu në temë. E këtë nërën që këto policët, unë si kam pa ma si vim përbes se duke ngrit barbona, ose duke majta një kështu pas tre, duke qut diku, apo janë dy pas tre që s'po flasin mirë, po zirë dhe... Pra ne nuk zidhen asë të gjohë, plako. Imagino, unë si qytet parë njërë, imagino, nuk mora 911-in, dhe më thënë linjën emergjente, po mora numrin dytësor, që është numri për jo emergjenta. Edhe thash, me që s'po marrë këtë, sepse qytetari ta zej linjën se dikush më vërtet është duke vdek edhe pra ne po me. U mora këtë normal. Kam lidh telefon plak pa egzagerim 2 orë dhe nuk kam fol me asnjë. Derisa shkova vetë në komisariat sepse nuk folja dot me asnjë. Tashi ç'a kuptimi ka, pra ne njerëzit marrin direkt 911, do i bin direkt emergjencës. Përdesa ti nuk po gjesh këtë tjetër, normal që unë po marr aty po bëj detyrën tamam siç duhet bëhet që kur s'është emergjencë, se kjo s'është life threatening situation, nuk është një situatë që kërcënohet jeta apo ku di unë që është hajde shpejt se po vdes. Tani detyrojnë të marrin gjithkohon se po të merr 911 me unë do përgjigjeshin direkt ato. Më ka not shu, bëj edhe çik skenën tragjike, jo jap s'jam mirë. Do vite policia, çka ka ndodhur, jam kam vjet atë, do bëja reportin sekondën aty, çka ka ndodhur bur. Nuk do ishte mirë për shembull të kishim një inteligjencë artificiale në telefon që të studionte situatën e gjithë. Po ne s'kena inteligjencë natyrale, dash inteligjencë artificiale. Imagjino një artificiale. Artificiale do ti. Po imagjino dëgjon ty ai probleme, unë kam vjen telefonin, ndodhi kjo, ndodhi. Se na ka ardhur tundës artificiale, pjellë artificial. Nuk e dua plastikë. Ti. Dua liçeni Tiranës plak është artificial. Po pra, se është artificial. Se ti kujton se ka bëu natyra, ka bëu Zoti. Jo, se ka bëu natyra, ka bëu artificial. Po e artificial, erdhi aty. Qa thua, artificial. Ta veri këtu shtroni një tapet ta poshtë që mos tiki ujë gjekundi, edhe hidhin një ujë si, pra po musha edhe, po jo, në fillim nuk o mush, se e thithi gjithë ujë. E tha iqin këtë tapetin, tha shtrydhe një, të ke gropa tjetër. Shtrydhe të ke gropa tjetër, tha po veri në i plastik poshtë, se kishtë në arru, tip plasmasin,
kapeni me thuma me gjona se ju e dini mos ju jeni ekspert e inxhiniera kare pjellë çajini. E bëni. Edhe aty ashtu bo. Ashtu e kapën atë bon, edhe tha i taksoni liçenin artificial. Vërtet nuk do ishte keq për vetë që ti flisje me robotin, edhe ti thoi robotit gjithë problemin, paktën ishte regjistruar plagët dhe Po në fakt ashtu ishte po policia plagë, me thënë drejt me AI. Ishte bë. Doli një agent AI aty tha me çfarë mund të ndihmoj, çfarë të ka ndodhur, bla bla. Imagjino plagë e kishin bë plagë me një z, shisa interesante. Po përgjithësisht, përshëndetje, çfarë problemi ke? Tash unë dua të raportoj një diçka, do të bëj një raport krimi normalisht. Okej, çfarë të ka ndodhur tamam? I thashëm kam vjedhur telefonin. Je doktor Është një vjedhje? Je për raporte. Është një vjedhje. Po theta, ti ishin ndoshta weapons involved, kështu do të kishte armë të përfshira? Jo, i thashëm. Më falta, je kështu, e një personi që ta ka bërë këtë vjedhje? Jo, i thashëm. Mos je ti personi që po ta vjedhë? Po se ne jemi vetëm, po ishte kur bëri këtë pyetje, ishte kështu si tip kërcënuese ajo zëri, okay. E sigur psikologjikisht të studiojnë kriminalin edhe ne kuptojnë që po t'ja bësh këtë pyetje ai mund ta nxjerrë direkt, po unë jam, ose të ndihet kështu, e kupton që të mbylli direkt atë. Po unë jam urdhë telefonin, urdhë lekët. Ku të viti të rëzoj. E porta fare që ky do i çonte lekët plakon në mënyrë kështu si quhet, në mënyrë jo cash domethënë, me bank. Edhe ky pasi merr telefonin dhe iku, i çon grus time ke aplikacioni që do bëj kjo blerje, i çon një tip screenshoti që ja e bona pagesën, po në fakt nuk ishte pagesa, kupton se pagesën do ta merrja unë, do të vita mua. Edhe unë i thash grus se ky e volli telefonin tash, e përsërish. Gruaja, jo, ai ka paguar se më erdhi mua, jo. Dashëm, si e ka që të erdi unë s'kom lekët të të mua. Nuk e di pse gratë janë freska burë. Jo, gratë vetëm po të kishin gra vetë të në kuptojnë. Po, vetëm në të pikë të në Ore të ka paguaj, kena lekët këtu. Kuj ke lekët? Po qatë thumë, bilet kështë paguaj të më shumë. Kështë sjell 8.600. Kështë e përka bikë, ajti e këtëm. Imagino, ai ka t'jeni screenshot për gjithë. Kështë e sjell 6.600 dhe kështë e shënuar që po blej avion. Që avion ishte 6.600? Gjermafobit mutit. Mafios boli me rrë shpije i modh, bravo. Bolio t'i gëzosh, Bolio, qatë të lajot. Ik, fullin palestra, ke qërë të vot, pa bëvsh hare me rrë shpije. Po që palestra, i ka djek 10 abonime. 10 abonime i vjeqare radhës i ka djek. Dhe njohë Bolio, si janë. Kam patë shok Bolio, më për. Sa të dush. Po shija, shumë të rrezikshëm është shija. Me ke bërë e plagë që Boli gjithmonë i keqi i mbrëmjes. Po, shumë i keq, po e di ku bën me keq plagë? Kur do të pësohet. Zoomi, në fakt, më kujtove Zoomi. Më Zoomi më lale Zoomi. Nëse, se e dukesh vetë Boli që do të pësohet dhe bëhet i keq, po. Që pëse je keq Boli, më gjino se si Boli kur do të pësohet, po, të merë. Ishem gjithë tjera të shuzi. Që shumë si njerëz të shpirë. Me që je frustruar gjithë tjetër në profe dhe të shi që je mundësia. Ka arty radha plago të t'japësh urrejtje. Edhe prapë s'ka arë radha. Jo pëto ti kujtë të t'ka arë radha, po s'ka arë. Se së të rrët një karën, plako se ti ke keq bolë në drogë, pëto. Se ke kalu 25 vite bolë, në mundë që do pësohesh i dite dhe të bëhesh i dollë. Ja bëjmë Allah të bolë, ta gëzoj telefonin. Na knoqin podcast, na knoqin. Profe, kemi qitë një telefon tjetër, se kam unë një shok që të me mërë. Në isha të gjohë podcastin, se është gjuzi podcastit, kjo është e sigur të në tamë që 100% përdimisht dhe po më kejtë, jam shumë kejtë me unë jam fans, plako, jam fans i profet, do bëj abonim profet dhe të abonim jo, thamu jam fans i Luciferi, thamu pra një po ta morë këtë, po ti të shmë shqia, po si e ka unë jam Luciferi të shmë. Ti Luciferi thë? Jam fans i profetit, jam fans i profetit. Ti e profeti? Unë jam fan si ati tjetërit. Kuj është tjetër? Në zaj filloj përmeni tjerë dhe shjera. Dhe shiko që aboni boli, në aboni epizodë. Jo, ti pripis dhe s'ki, se më kujto pjesa më e burë, plako. Qa pjesa? Parë se të shkoja t'jem, sot gruja, se kam ja dy screen, kështu të protect, është da jevi ati tha dhe kështu klëpa telefoni, dhe se s'kene që du mo. Shkova unë plako, edhe më një dhash para të Mërë dhe ti karikusi.
E di s'ke merë dhe këlltukun e Luciferit të I plako. thash gruzëm, e ke karikutën origjinal, tha më jo, se kena, e kam origjinalin, tha po s'du me ja thonë. Edhe kishte mori ai karikutën. Po jepe më se si qa bën qa robi. Qa robi, po se po e bleka telefoni qimo dhe se po dhe marrë bleka. Unë dhe ja falë këtë telefon sot. Po se prit me plako. Edhe e forta është plako, imagjino realiteti është që kjo s'ka ndodhur fare gjithë kjo që thash unë. Unë kam shkuar atje dhe më ka ardhur keq plako, i kam thënë atij bolit merr telefonin dhe ik se do them që Dhe ke mund këtë nëllë, Jo, të lutem, ai kishte merr lekët. Unë lekët e di grisash dhe si marr. Pas përse të dhja i shpallë kalosh 2 orë policia. Po i bona ato se duhet të bëhet besueshëm, s'ka ç'a bëj. Mora pushim se do plak. Thjesht nuk doja plak, se kur vjen familja majtunës, ti nuk zgjohet të bësh familje të re, që çfarë shkare ke parasysh larg poshtë. Dhe më mirë po kaloj 2 orë në polici. Tri rahat. Flavë, nejse, si përfundim, faqim zjatëm shumë ke kjo. I kthehemi dhe herë podcastit, kërkoj ndjes. Kjo do bëj që Patreoni të rritet me 0.50 cent. Fatkeqësisht, po vetëm për i kod limituar. 1.4x. Kemi në podcast sot plako do sjellim disa gjana. Ne jemi me gjana dorë? Pa për zonë kjeshe fort fare, është njëri plako, një guid nga Divjaka plako që ka pa një qarë për plako, është interesant që Kush është friga saksi unë, mos ta shoh këtë videon. Shikojeni, pas shpinës time, ja ta kthej. O thot. Pes malloj. Maksimum se më mban të afrom. Është mbi 3 metra i gjatë. Shikojeni. Qarpri, bolla me 4 vija. Bolla me 4 vija. Që ishte më bolla me 4 vija? 4 vija. 4 vija të zeza. Edhe të njëri nga djekë si ta, pas ka qeni veshë me kostum Adidas. Pas ka pas se beb. Edhe të që ka qeni fundjavë lak me i dasë. Po ti, Lucifer, me sa vija ke bollën? Unë kam bollën vetëm me i vi. Po ashtu duhet të shih bollën tate, shih bollën e religionit të Divjaksit. Kështu dallon çunat plako që janë që e hajnë herë mbyth. Po ta pyes plako, me sa vije ke bollën, ai të pyet, kë bolla atë para apo atë mrapa? Çe bollë dallo. Duket se të zuna. Duket se më zuna para, më zuna mrapa. Bollën para me 2, bollën mrapa me 3. Okej, morë dhe që je. Nëse ishte bollë shumë e madhe 3 metra me 4 vija. Miq. 3 metra, më vërtet që 3 metra? Ti ke shetë dhe bitë. Tani unë nuk e di sa mund tjetë në bitë. Zumoj bre që shive herë. Po zuket mirë plako, se smatet mirë. Po prove, a ka gjë më të frikshme si gjerë bre? Kush mund tjetë? Bolla me 4 vija? Jo, për shembull, ke do zgjidhje për shembull për ballë. Je një dhomë plako me një dhomë është me anakondët, një dhomë është me imamba të zezë dhe një dhomë është me bollën me 4 vija. Ku do futesh? Edhe një dhomë është me imamba jalli. Dhe një dhomë është boli plako me celularin tim. Po, duke prit viktimin e radhës. Ka gjitha typin. A i tha që s'ka qëllu femër, se femër me gjithë zemër ja bëj. Për dhe që erdi kërkari, kam në qikur, më kamar dhe vjetë. Për zonë s'kishe për të vjetë, vetëm se edhe ki qonë mesazhe gruzej. Për zonë s'kishe për të vjetë për pashtë të kari. Pa dhe muaj tha, ne që kene bolet e 2. Në më kapi këtë boli mu me vrap s'ka shate, unë do t'i unë e kapa dhe. I duka si ka buksu, në erdi me qezi me vete këna këto karikuse gjona i bëlladhiqe e skridmi. Qaj më pa buksu. Apo, më vërte, që do kishe për para në frikë? Do kishe një gjerpër, një bollë me 4 vija, apo një ari si a i të so për ari dhe so flas një ari të ma. Këtë do kishe më frikë për balë? Jo, midis një ariu dhe bollës me 4 vija, unë do zidhe nështë ariun, po bolla me 6 vija, do zidhe bolla me 6 vija. E bësh bolla me 6 vija plako njerë një jetë dele. Ma që të dhe gjithë se... Po 2 vija më shumë. Po, mendoj me mërte, kur ke mund shumë mundësi që në bjetë është? Kuriozitet, se unë kam pa i qikë të kështu taj. Më thuti mu, si ka vjetë kjo bolla? I ka gjata nga trupi, apo i ka thjesht rëtore ke vërdal vetës? Ka kështu si biziljë ka bërë?
Si me ka, si bizilika, vërda, po si ka, si me do të që ka. Si bizilika plak, ose si ato tatuazhe që i bëhen nëpër këmbë, apo nëpër krah, ke parasysh që i bëhen kështu si rradh. Ashtu për i ka bur, i ka këtu ke qafa. I ka këtu ke qafa. I ka kështu gjata plak, i ka nga kohë. Gjata, Po 4 vija. që ka moderne. E nuk e di se si jam ekspert gjaprish. Po ti që ekspert jam plak, që ti ndodhesh me rrugicë të vogël, s'ke nga shkon. Tash i del përballë Riu, apo të cilët del përballë bolla me ha? Ore ku ke më shumë mundësi që shpëtimi, kur më duket sikur ai gjarpe është i paparashikueshëm fare. Po plak, me të drejtën, me shpëtim nuk e fare me Arion, njerë si fillim. Kurse bolla me 4 vija. Shefe dhe punë e vetë. Po tash unë me thon drejtin Gjerprini kam më shumë frikë, po problemi është që bolla me 4 vija unë do shkosha nga bolla. Shkoja bolla. Shkoja i reaksi. Unë shkoja nga polla. Nga polla. Nga piri në nëstime. A vaqa. Nëse, gjë. Shiko sa i gjatë është. Bolla me 4 vija, shok. Po e di, si e mua. Ja bolla me 4 vija. Kujene. I lartë. Shikoni. Ky i gjapi me i gjatë. Shikoni të gjapi me shnosh. Shikoni të gjapi me shnosh boli me 4 vija. Edhe boli me 4 vija. Boli me 4 vija. Është gjapi me i gjatë Shqipëri, po e trasin Gjerprini ti thonë, ky bolja me 4 vija. Po nga këto që se respektoj apo. Edhe ky bolja me 4 vija. Tallet. E tallet. Po e vërtet është që çdo gjarpër në këtë zonë është me 6 vija, edhe ky bolja me 4 vija. Thon këto. Ky bolja me 4 vija. O çalote vla. Bolja me 4 vija. Imagjino se merr vesh edhe turisti plaka nuk e merr seriozisht. Erdi bolja me 4 vija po. E ikën bolja plaka, ke vazhdi skuqe dhe ikën. Po imagjino plaka tjerë se ky është gujë turistike, ky tipi që po thotë. Edhe ky tjetër me turista, kujdes aty se është bolja me 4 vija. Dhe ti që nuk e kupton çfarë thotë. Çka thotë? Shofa të rrishin plaka durat në xhepa të pa telefonin e ka se ka. Jo boli me 4 vija. Boli me 4 vija. Oj që ka gjarpi. Vrap. Jo boli që ikë me shpejtësia, boli me 4 vija. Qalom që aty ke turistët, se turistët janë të tashur. E vënë e plaka se trash janë turistët që vjen atë kuqen vesh të bëjnë ne të glidë. O tregote njëri histori plaku. Se po i thoya plaku se sa tamam pun turistët plaku. Thotë që isha tha në turista me gruan time, tha kishim shkuar me i vend. Thonë gratë janë kështu ta fresh fare. Thotë po. Edhe do shkojmë ne me hongër ta në restorant, edhe na lëm te ky vend një restorant në Amerikë më bëhet, thonë. Edhe na lëm tha aty, sa ndalim aty ne, dëgjoj unë tha që thon 2 policë, ata dalin 2 makina policie ngjit me ne, dalin jashtë dhe thon uluni poshtë, e kupton se do kapshin njërin, do gjushin njërin, ku dëgjon. Everybody thot ai uluni poshtë. Unë ta ushtriva direkt, gruaja ta nkonta. Se çka ndodh? Sa e keqe ne. Re kurioze. Çka ndodh këtu? Që duhet ulemi në kom? Çfarë do ka ndodhur? E kishte dagu, ulumi poshtë se lidhe ka të popytet policia i ndalon aksionin, polici me pistolet dorë. Okej. Kemi duke kapur dikë që ka një armë dhe po na godet me armë net, po ne po i gjuajmë dhe aty tani do të arrestojmë. Kemi dëgjuar që Nipi El Chapo është këtu, sa më dëgjova se çfarë e kishin kap. Kemi dëgjuar që Nipi El Chapo është këtu. Ose dysh si ato boli me 4 vija. Pipistrello me 2 vija, se kishte vesh dhe i plak si pipistrello se pa fotografi. Pipistrello me 2 vija është këtu. Çfarë thonë? Ka pipistrello me 2 vija, po thuaj që ka pipistrello me 2 vija, ulemi direkt dhe qipsha arop gruaja ka dalë. Çfarë thua? E kujto plakës është lakurista. Që arop nete. Graciano, per. Graciano, per. Nëse dëgjoj tani, ikim nga ky, dagu përshëndesim, kujdes nga bolla me 4 vija. Tani kemi Elki Dode plako, i ftuar tregon që ka bler klikime, dëgjoj. E bërë horligje të blesh, të blesh klikime? Po, kam bler, e sepse kam bler në një moment që s'më ka funksionu fare kur kam ble. Se më nuk rezultoj që... Do, ka pas momente kur funksionon ku ble, po kësa radhe nuk ka funksionu. Në këto momente të zjellti që mos funksionove.
se u dhe e lartë. Nëse duhet të themi, duhet vlerësuar ai Gidi këtu që e pranon këtë. Sinqeriteti, po. Është po thotë një gjë tjetër më vonë që nuk më pëlqeu shumë, po dëgjoj. Po, Ishte bë trend blerja e Ishte po trend, do të thënë gjithë blinin, po, kur bëhet trend ka i mbyll thot pse mos ta provoj herë. Po normal. Apo jo. Dgjoj. Çfarë të bësh? klikimeve dhe po më thonin që blej se jep push këngës sepse janë kuptosi nuk i merja vesh këto ADS ku dëgjon se si merr vesh. Blej dhe bleva 1 milion, nuk ndodhi asgjë më të këngë. Vati 1.050.000 e 200. 1.500.000. E kam provu, kam ble dhe nuk më ka funksionu kjo gjëja. Po bra, do të thënë je larguar kësaj fasadës, se dish Nuk është për mendimin muzika e bukur është muzikë e bukur, dash blej, dash. Ore, bëj muzikën e bukur dhe blej, mëse s'ka ndonjë problem. Blej mëse nuk e di pse është kaq kështu kjo tabu, pse bleva, du me blej vëlla. Problemi ka. Dije më Nëse këtu shumë zbit akordin. Çfarë problemi ka du me blej vëlla? Blej, bëj muzikën e bukur, po blej thotë ky tani. Çfarë kuptimi ka pastaj nëse ti fillon blej ato smet më verset pse një këngë ka 500.000 gjime, pse ideja e këtyre është të jepet drejtësi personit. Po tash unë shoh një këngë të Elgidit që ka 30 milion views, 30 milion është kështu si mesatare e videove të Elgidit. Edhe them ta dëgjoj që kanë 30 milion views e burr, nuk është se janë gjithë budallë që po e dëgjojnë, ka diçka ke këngë. Po pra gjithmonë, po kjo bëhet qëllimisht, pra se ti për shembull nëse janë 10 këngë të Elgidit, ti do të dëgjosh për herë të parë një këngë të tij, do shohësh një këngë që ka 300 milion, do thosh kjo duhet të jetë një gjë, se kuptoj pse kanë klikuar kaq shumë këtë, kjo duhet të jetë kënga më e bukur që paska. Jo më ka ble burr se ka dash me ble, se mos ble, kur ke mundësi. Po pra, kur ke mundësi. Pse ai thot vlago të erdhë këtu, për çfarë? Për të pak lekime, atë pëlqeu kënga? Po, më pëlqeu, se më thon drejtë edhe më pëlqeu kënga. Po çka ke pra burr? S'ka rëndësi. Nëse nuk jam dakord me Blerën, Blera nuk duhet lejuar, dhe fakti që pranohet publikisht është për të respektuar, po kur thotë pastaj Blini çfarë problemi ka, kam qef me Ble. Nuk ç'është kam qef me Ble, këngë burrë. Klikime, po, unë doli që vetëm Luiz Ellë dhe Alban Skënderë nuk blenin klikime në Shqipëri. Po, ja, si ja. Ja. Andalohet dëgjimi i recitimit të Kuranit gjatë kohës kur njeriu është në efektin e marijuanës. Kujt më? Marijuanës. Marijuanës. Po çfarë do të kuptoj ky në ato momente? Po hajtë me të çfarë do të kuptoj ky në ato momente? Gjoj, hajë, inshallah. Ku vjet në vesh, inshallah. Po ftjellohet. Po ikën i qiktymi, po i qartësohet pamja. Sper vesh ka drogat. Kërbogë, se me s'kam qenë i unë. Po s'ka qenë s'kam pi unë droga që i kam pi gjitha? Do të se gjithmonë 13 fëmijë kam pas unë? Kam qenë dhe i ri. Kam pas 10 në një moment. U kam qenë 18. Sot i më. A pranohet gusli në efektin e marijuanës dhe të alkoolit, prapë një të muhabet. Apo ky që boka këto pyetje i boka gjithë të qeta dhe që i ka bën mirë, ja bëu edhe pyetja e herë plagës ka qenë spat komplet. Analohet edhe herë në efektin e kokainës. Ç'është gusli herë si fillim? Po bolla me 4 vija. A lejohet? Dhe aktori plagë amerikan, Ryan Gosling. Po, ai është. Po. Është ai tjetri. S'na lejohet plagë Gosling më ta shohësh. Bolli ka po filma sa dush. Kusi? Bolli me 4 vija. Bolli. Është spanjoll. Via i thon vila shkruar, e via. Mercante via. Nëse flitet për gusl në kuptimin islam të guslit, duhet vetdia e plot. Po pse njeriu ka pi kështu, nuk besoj se i hik krejt apo i hik krejt, po drum. Varet sa ka pi, drum. Sa ka pi? Drum. Prifti i 40 mrekullive plago. Lidhja me Shnan Ndohun, e cila i janë mrekullit që tregojnë në Shkodër për atë Nikol Kola, e dëgjoja. Por duke që ka pasur një lidhje shumë të ngushtë me truporen e Shnan Ndohut, që edhe ju e keni gjetur të paprishur, a? Sepse nuk ishte drurit, ishte me një metal. Çfarë material? Metal? Tjetër që se kam kuptuar mirë. Aha. Nuk ishte drurit, ishte me metal tjetër që se kam kuptuar mirë. Okej. Po çfarë? Ja, kjo. Çfarë ishte?
Këtu tesh do të hymë në një prizëm interesant, që nuk është vetëm atë Nikola, por gjithë, për shembull do Ernesti, kardinali që është gjallë, është shumë i devotshëm në Istanbul, shumë i devotshëm. Por në izojës bekume, të gjithë, edhe gjithë populli shqiptar po këtë devocion. Ai për shembull, thoshte, thuaj, mante një trupor këtu pa Nikola, pra një trupor Istanbul, edhe mante trupor të Shnandaut. Që gjojnë trupore do, se di që është? Një statuj nështë, se. Aha, të se janë diplomë, trupon. Bashkë më në vëllom. Se hum kali dikuj për shembull. Mante dhe një pistolet të atit. Që është pistolet? Jo pistolet, jo është thjesht një gjë si është që të pastron pistrikën kot. Po pse i thoni pistoletë, po? Po pistoletë. Po pse me çfarë pastron? Po, shumë ratë. Në Velipoj, edhe i kishte thonë, ma kanë vjallë kalin pare me sa duket. Mos kim marake kanë, mendimin e i të në dyve, që kishte trupor në standot edhe shënkollit, do t'ja nërshoj mendjen me të ato, edhe sandet vjen kalin du mëtë nëse, ashtu kanë ovë, i ka ardhë kali. I tha i priftit leve që më ka kali, mos kim rakta mendimin e shëndohet dhe këti kolli për gjënë që këtë tjetëri, dy shenjtarë dhe më thënë, do të vi kalin 12 natës dhe ashtu kështë ndodhë, fiks në 12 pa 5. Zhe që shkojnë policike, shkojnë i atë Nikola, dhe të im ka unë telefone. 12 pa 5 ti në kom plakë duke prit këtë dera. E të gjonë të kali që po vjen nga largë, po imaginot e adhe për logaritë plakë që në 2 metë fiks tjetë këtë ty, po ti e të gjonë në sokakun e fshatit plakë që e i duke artë plakë, të të që janë dhe ro plakë të të meru, por se e kali të rejme të shkrede plakë të i bodi që rapë, dhe so qa ka nëdhe plakë. A i për karë dilë të të rejme. Dire karë të të rejme. Ta joni, hape sa më shumë se do të hy kali. Për derën e kishtë. Po vjen me ty kali, thë. Po vjen me ty kali, mërë, hapi më derë që ti vjen kali. Hapi se po ndishen, mëra pa tha, 2 bole me 4 vjetë. Me vërte, profe, pëse nuk shkove jërë kjo atë Nikola plak të tu e... Po se ti amër, por ja tani do ta marrë djetë të shkryti, se me më vodhën telefon. Në 12 natës e 12 natës do të vi telefoni vetë me kom dhe veta ke jo. Telefonit atë jo kalim. 12 natës të profeti ke dera i Bezilja. Po që ja mo, kush i bën 12 natës, kalim telefon në gjeve, po. Bodi me telefon në gjep, dhe po gjumër së nëmbër që më sjell telefonin, urdo telefonin. Po ti ati, në moment plaka që ta si të boli telefonin me dërën e vetë, nuk të thoi laf plaka, po ti të thoi pare ka e më bolë, mërë të jetën ta dhe më rrë që telefon. Unë jam ka më rrë bolit mirën tani që ma vodhe, kur të ma sjelli. Po, qarë zemër e ke, më rëzë dhe ma. Qarë zemër e je. Unë punoj gjithë mujnë, i kënë 600 euro. Që e ka jetën, Jo. Vetë në shtëpi. Por, për shembull, kur një fëmijë, thoshte, kishte edhe forma që unë nuk guxoj t'i baj, por kishte forma se si drejtoj edhe standard. Me atë truporin standard, thoshte njani, lutej, është anë një maje shëroj këtë fëmijë, atëherë kur nuk punonte mrekullia, u afrute drejtarja, dhe thoshte, nëse nuk është të hedhin nga drejtarja, nuk lutem më. Ose i vinte me shkop, nështë ajo krejt me lunë, por nëse nuk e bani këtë mrekulli, unë nuk lus më. Duken forma që janë qërtushme, nështë, por kuj. Mërë vërstjerë, në qëfëse nuk e bani këtë mrekullu, i thoshte kë, unë nuk lus më. I thoshte... Unë e bo se bo, bla. Shna ndohë, thoshte, mu vetëm lut mu, edhe ja bote direkt. Si sa pila këtu direkt shpejt se nuk lutë më. Sa pila do? Pila. Kjo të shkot valet. Sa pila do. Qa ore i do? Gjusë mora. 2 pila gjusë kile mish edhe 2 birra. Edhe je po i prif në mrava. 3 birra. 3 birra, apo 3 birra. 3 birra, 2 pila. Okej. O bo, kujdo? Qa vini? Ti ta i plako me gjithë mirësili, se shef që i thatë po. Më falja, mund të ndroj pak porosini se këtë dashka i kam lemon i qunë 12 vjeç, ne dum 2 pila, ne 2 tjeret. Vetëm, bla, i thotë këtë, vetëm një kusht që mos ja derë dhe shmrenë. Pa lidhja. Po, vërtet se ka jetën parë. Pa lidhja parë. O për më të rëgohë që për vitë di me karë. O boje, o zbatoj, o mos e zbatoj farë. Nuk e di.
Nëse këto janë mrekulli plagë që ky po i thotë kështu me gojë dhe që normalisht gjithë i besojnë sepse janë të vërteta vetëm sepse ky po i thotë me gojë besoj apo jo. Tash. Unë besova gjitha këto. E para herë për t'ju thonë diçka me që kam çik për ardhe nga fshati, kjo që tha që ai u luti, kishte humbur Kali dhe u luti të vinte Kali, përgjithsisht kafshët si Kali dhe lopa ose për ardhe nga fshati për vetë. Shihë që bëj mirë Kalin. Shumë. Shumë. A thash në një se mbase ti je kështu horse whisper plagë. A thash në një me këto fjalë që thash për më. Jam duke i thonë dikujt që më duke i pele ton kësha pjellin apo thash një përshin? Thash ku në një për pele. Po, për pele, po. Qa thash apo se di? The, më ka shku me një për pil. Për nesë më zjerë asë i gjo, mos nuk e di. Po, nesë, po thoi e ti tani, ti që me vesh. Përgjithsisht plagu, nëse ti ndodh shpesh në fshat për shkakun që mund të harrosh Kalin që e ke lënë një kullot plagu dhe vjen vetë në shtëpi, sepse vetë Kali, gomari, lopa, dhe përgjithsisht e din shumë mirë rrugën për shtëpi. Dhe nuk është e çuditshme nëse dhe të hikën ose edhe e lë diku, ato e gjejnë gjithmonë rrugën për shtëpi, kështu që nuk është e di. Ka e gjejnë rrugën, Efektiv. Çfarë thua? E gjejnë, qero. Gjejnë rrugën. Se nuk janë budallin kafshët. Kafshët më të zura se mirë herë. Normal janë zura plak, po thjesht nuk duan të overstimulohen me gjithë rrjedhën e shoqërisë. Zbatojnë çdo rregull që thotë ti. Po, i ka pa rregulla fare. Për çfarë mos kanë? Ata vinë, Po, vin. Me agresivitet e kështu, por te ja plot. Por nga që keni mbledhur ju si e përshkruani një njeri të egër, ne e pam një foto, sepse vetëm një foto është, trup madh duket? S'ka tjetër. Nuk ka tjetër, vetëm një është. Si e përshkruajnë? S'kam gjetur. Nga pamja, i parafrohet fotos, ë? Do të ishte interesante edhe tiparet njerëzore, qysh fëmijë thonë ka qenë shumë nevrik, shumë i lëvizshëm. Edhe por Kali? Jo, Nicole Cole. Lidhja me Shandon e cilat janë mrekullit që në Shkodër. Ata Nikola ka qenë lëvizshëm, ka qenë i vogël. Ka qenë nevrik dhe nevrik tha. Edhe shumë nevrik. Po. Ka pas rraf njerëz. Po. Le të themi nuk ishte bol që mund i vite telefonin, se e kuptote direkt. Po e kam të boli me i dorë, ja ngrete hajde. Po, ja ngrete, për shembull, boli duke ikë me makinë për shembull, gjë që unë se bëja dot, ai çfarë bonte, ngrite me makinën mrapa dhe goma xhironin kotën, kupton? Se ishte vetëm me diferencial mrapa. Gaz kotaj. Ku shkon me pillera pse do e pa në telefonin s'ka për shkon. Ku shkon me bol? Kujto se po shkon. Ishte ngritë makinën ai. Ku shkon me bol? Ku shkon? Nga makina. Vëjë më në telefon. Nëse, vazhdo. Nëse e marrë me këtë fillimi tjetër, përshëndesim drejtues të këtij emisioni si fillim mirë, Enkel Demi dhe Fabi Demirneli që i kemi shumë gjanë sepse janë ndjekës dhe i tonë. Po, faktikisht janë. Tani, tjetra. 1, 2, çaur, hoxha. Kam një problem thot shumë të madh me gruan se më akuzon që unë e tradhtoj. Edhe rin gjithë natën duke më kontrolluar telefonin fshehurazi. Edhe pse nuk ka asnjë lloj fakti. Ata ndaj thotë të ikit tek tjetër me se është njëna duke më prit thot prej kohësh. Po jo thash. Që kjo drejti pas që dashnore. Edhe më thuaj çik a është haram që jetë kohë si ti marijuana ka vazhdo këtë ditë. Jo, kjo thot më akuzojnë gruaja që tradhtoj dhe thot apo ti marrë tek tjetër që jam duke shik këto telefonin. Aha. Pa pasur asnjë gruaja po e akuzon të plagë, pa pasur asnjë lloj fakti që tradhtoi. Fakti nuk ka plagë, thjesht thot na, nuk e sigur kemi 3 vite që s'jemi. Po, plus më thot mu ky më tradhton, ndërkohë s'ka asnjë fakt. Tash marr këtë tjetër unë që jam të qija apo të marr rri me gruan, ç'a të bëj? Është një vështirë kjo, plagë, se ti tash me gruan, ke 3 vjet që s'qihesh. Po, drejt. Ke edhe këtë që qin rregullisht. Po, drejt kjo, shumë e vërtetë kjo. Po, ke ndjenja për këtë që po i qenë rregullisht? Po, e vërtet edhe kjo. Ai shkon. Ai shkon po vërtet. Jo, po pyesa shumë e vërtetë edhe kjo. Ndjenja kam. Kam edhe me këtë tjetër. Po me gruan ke ndjenja. Ke ndjenja për këtë apo për gruan? Po, shumë e vërtet kam ndjenja për këtë apo për gruan.
Po edhe për grua edhe për kalamajt kam ndjenja se unë s'jam kafsh. Unë jam gur. S'jam gur. Jam prej mishë. Tash kam 15 vjet me grua, normal që kam ndjenja. Qef sharop, sharjeti kështu. Po për këtë që pëqin, regullisht po plas, ke ndjenja? Jo, po lindin. Po lindin. Flutrat ke bërë, po gjë. Degët temës kësaj që po të pret ty, jo zoti më dhe thafshin degës. Po pse më të presë ty kanë vdekë. Xhelos. Xhelos. Alhamdulillah. Po leje me ta kontrolloj çfarë halli keti. A je i qeti? Po, leje me telefonin. Bile bëj atë me fytyrën e gruas. Sa i zgjutë shoqja boja telefonin me fytyrën e gruas. Ti bëj bia telefonit. Dali fytyra e gruas apo çfarë? Jo, që ta hapi telefonin me face kështu pra. Si. Ai imagjinome. Edhe hoxha vetë çu e bëm lag. Hoxha plaku nuk e kupton që mund të vesh dy fytyra aty, për shembull të regjistrosh dy fytyra. Ke Face ID dhe çfarë thotë gruas bëjmë me fytyrë vetë ke me kod. Jo. Bëjmë me kod, pa dish një kod, për shembull themi 0000, ndërsa hapja tjetër me fytyrën e gruas. Ti mund ta hapësh me kod e gruaja ta hapi me fytyrën e vet. A e në rregull? Po le ta kontrollojmë më shpirë çfarë halli ke. Rregull jetë. Ato të prit njëon aty. Aja shketa të prit shumë me durë mbel. Ajo të dalë ditë për ditë mjes deri në akşam të prit ty. Si ta dhe krajnë hoxha. Surratin dat. Po bra. Dëgjojmë një tjetër rast plago interesant. Ky podcast po shkon çik më shumë se ç'duhet. Ta lim për rast tjetër këtë? Heqe. Okej, të lem për rast tjetër, sepse jam shumë mërzitur me shtëpia se di çfarë ndodhi sot? Isha në telefon. A thashë? Nëse jam boshi si budallas, më thon drejtë nga që kalon me pasoja ky moment kritik. Ska gjë, nuk ka problem. Përshëndetje që i Patreon së të jetë, nuk se ruhet shumë kare njeriu. Faleminderit gjithë ju që na mbështesin në Patreon dhe tash keni një motiv dhe më shumë për na mbështetur sepse profeti ka hëngrë një goditje të madhe financiare dhe është për më tepër i demoralizuar dhe ju e dini se sa shumë rëndësi ka ana morale e individit kur është i lënduar. Por mos harroni të na bëni subscribe, rate në Spotify, të na ndiqni kudo dhe të na mbështesni kudo. Ndërkohë që unë po shkoj të qaj fatin tim të keq që më ka ndodhur plago. Unë bëj këtë fle. Po ti vazhdo fli gjumë dhe kujdes na shkruani nëse ju ka ndodhur ndonjëherë në një gjë e tillë dhe si e keni menaxhuar situatë. Shpresoj jo me dhunë me thika me grabitje me gjona. Dhe atë që bëra unë nuk duhet ta bëni se megjithëse Po kthej faqen tjetër, kot s'ka thënë, po kthej faqen tjetër. Kthej byll, m'fal, çfarë thotë ai më? Faqen tjetër. I tha jam kthej faqen tjetër, po si mund të shih më një faqe? Po jo, vetë që jep telefonin e vet. Çfarë bën? Ju thashë telefonin tjetër. Ikim. Nëse ikim, ju puthim fare. Ju puthim shumë fare. Ciao. Hajde. Ciao. Ciao.